Si pasojë e rreshjeve të fundit të shiut dhe dëborës, disa segmente rrugore në zonën e Mokrës janë përballur me rrëshqitje dherash dhe dëmtime të trupit të rrugës, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve. Në aksin Kalivaç-Zdunic ka nisur puna për pastrimin e masivit të dherave të rënë, të cilët kishin bllokuar plotësisht rrugën. Në terren po operohet me 3 mjete të rënda, me synim hapjen sa më shpejt të rrugës dhe rikthimin e lëvizjes normale për banorët e zonës. Në lidhje me këtë aks, kryetari i Bashkisë Pogradeci, Ilir Xhakolli, ka bërë të ditur se projekti për investimin e rrugës ka nisur tashmë pas realizimit të një studimi të detajuar gjeologjik. Pas sigurimit të financimit, pritet të kryhet investimi plot në këtë rrugë, e cila lidh Dunicën me aksin kombëtar Qukës-Qaftë-Ploç. Ne jemi duke e bërë projektin, edhe të gjemë mundësinë për ta bërë. Kemi diskutuar edhe bashkë, kështu që mundësia e parë që do më krijohet do bëj këtë. Mirë, po kjo do një studim të mirëfillt, edhe gjeologjik, sepse këtu janë hedhur 2 lekë me sa di unë, në këto 15 vjet, edhe kanë ikur dem sepse nuk është bërë me studim. Kështu që ta bëjmë tamam projektin edhe ta zbatojmë. Ndërkohë në fshatin Vërri, njësia administrative Proptish gjatë ditës së hënë janë kryer punime për përforcimin e trupit të rrugës, e cila kishte pësuar rrëshqitje si pasojë e rreshjeve. Falë ndërhyrjes së shpejtë, qarkullimi i automjeteve në këtë segment është normalizuar. Strukturat përgjegjëse bëjnë me di se do të vijojë monitorimi i situatës, veçanërisht në zona problematike, për të shmangur bllokime të tjera dhe për të garantuar sigurinë e lëvizjes. Puna ka nisur edhe në fshatin Zalltor, ku mjetet janë angazhuar për zhbllokimin e rrugës së dëmtuar nga rrëshqitja e dherave, me qëllim rikthimin sa më shpejt të qarkullimit dhe garantimin e aksesit për banorët e zonës.